Shejat e parat një politikani që fillon me uni pa prekshëm janë kur ai nuk lodhet me dhon shpjegime për problemet që shfaqen në shtetin që udhëheq, por në vend saj jep batuta edhe fund. Performancën e Albin Kurtit që e pat dje apardje në ICK. Një performancë alla Jerry Seinfeld, njënën dorë në xhep, i relaksum, duke i analizu veset dhe cenet e njerëzve edhe të shoqnive. Derisa Kurti po i bënte njerëzit me u gajas me një defekt gjenetik të shqiptarëve të Kosovës, që po i nxejnë shtëpiat shumë ma shumë se sa normalja, aty në publik, ndën se janar, burra dhe gra pjesëmarrës që po keshnin me Kurtin, ishin të veshën me bluzat verës, qarta zi, temperaturat aty në kont dikun mes 25 dhe 28 gradë. Nuk po i fajsoj, thjesht po kallëzoj që është mjaft e bezdishme me pa dikon të ju zgërdhime hilaritetet kryeministrit, pa pas guximin me ju kundërvu, kur njëkohësisht ti qenë ka jo normali që po e përshkruan kryeshërbëtori publik. Valën Canhasi ty po të këqyri. A i kujtohet dora në xhep e shefit CIA-s në Kosovë, Nicholas Burns, në teksti dorës në xhep është si jam për ngut, me u tut, nuk tutna, sepse nuk i dho llogari kërkuj. Ju m'jep një llogari mu, sepse nuk jeni sovrani, ju jeni publik. Gazi publikut me batutat e tij i arrit vetë besimin kryeministrit. Secili njeri i pushtetshëm ka dëshirë me u njoftë edhe si person që bën humor, që është i argëtueshëm, që i bën njerëzit me kesh. Ky është problemi i madh. Kurti bëj kë humor me diçka që për shumicën e njerëzve nuk ka humor, është faturë. Tash e dy dimna. Bisedat e para të njerëzve, të familjarëve kur takohen është sa po të vjen fatura aty, sa të ka ardhur më herët. Me që është paralajmëru që çmimi i rrymës ka më u shtrejtu edhe në prill për 21%, edhe dimnin tjetër keni me bot qëtë muhabet. Kur ti e kryeministër, e del në një sallë të nxehtë, i relaksum me dorën në xhep, e i qërtën njerëzit pse po ngrohen ma shumë se sa duhet, ti nuk po të demonstron para njerëzve sens tënd humorit. Ti po të demonstron distancën me njerëzit. Nëse qytetarët po të teprojnë me ngrohje, atëherë pse kryeministri Kurti ka kriju skema subvencionimi për 90.000 familje. Këto 90.000 familje që shteti i subvencionon, a janë thjesht 90.000 familje të lazdrume që dojnë me nejt në majican pikdimnit, a janë 90.000 prova që ti e din sakt që kjo shoqni është e varfën, se ka njerëz që me zi përballojnë dimnin. Ama prap vendos me i trajtu si fajtor. Pra, logjika e Kurtit është kjo. Kur nuk ki zgjidhje, lyp fajtor. Dikush i atribuon Sartrit e dikush Freudit. Është një thonjë e mirë që i shkon situatës një ICK. Çdo akuzë është rrefim për vetveten. Kur e akuzon tjetrin që po nxehet shumë, ka mundësi që jetu i tregu çka bën ti në zyrën tone, në shtëpinë tone, në familjen tone. Kjo është ajo fryma monarkive të vjetra, kur pushteti e sheh varfrin si sjellje, e jo si problem. Let hajnë amelsira, thoshte mbretresha e famshme e Francës, kur i kallëzun që populli po lyp buk me hangër. Te na verzioni modern kish me kon, let veshin xhempera kashmir, mos i rrisin zemjet. Kjo është kulmi i cinizmit. Me pas një shtet që i subvencionon 90.000 familje për rrym, e një kryeministër që del në sallë të ngrët, me i kesh popullit para ftyrës. Veç me i shti me kesh edhe dhe njerëz aty. Këtu pyetja nuk do të me kon, apo e tepron populli me nxemje. Pyetja është, apo e tepron Kurti me pushtet.
Kur një lider fillon me u sjell si humorist në kurriz qytetarëve, ai nuk po qeveris. Ai po sundon. Logjika e sundimit është kjo. Unë jam i mençëm, ju jeni problemi. Në këtë gjumo, sikur edhe herave tjera, sponsorët videove të mia janë Riga Farm, kompania më e madhe farmaceutike në Kosovë me rreth 100 pika në krejt Kosovën, është Kafe Pavin, Jus Kosova dhe Buzhala Estate.